Më 21 prill, kryeministri Edi Rama, i shoqëruar nga kryetarja e Bashkisë së Durrësit Emiriana Sako, deklaruan nisjen e punimeve në shëtitoren Taulantja në qytet, e cila është një nga zonat që disa herë vitet e fundit i është nështruar në rryrjeve. Projekti në shëtitoren Taulantja është një nga disa projekte që po zbatohen paralel në zonat bregdetare të Durrësit, i cili ka shkaktuar më shumë debate, por opozitën nisma e qeverisë për të kryer punime në nisje të sezonit dhe gjatë fushatës ishte e qëllimshme. Ndërsa fushata dhe njëkohësisht procesi zgjedhor përfunduan, punimet në teren kanë ngelur kështu. Një mjet pune i lënë aty prej ditësh është e vetmja dëshmi që në zonë ka nisur të punohet. Asnjë punonjës nuk shihet në teren, asnjë mjet që punon. Blloqet e betonit që u hoqën nga shëtitoria kanë përfunduar afër bregut. Tubacionet e ujrave komunale të dëmtuara derdhen në det. Kjo është pamja në shëtitore më të frekuentuar në Durrës. Nga pista e njohur si 4 stinët deri te Sfinksi, gjithçka është kaotike. Nuk ka asnjë informacion se kur është data e fillimit të punimeve dhe se kur ato parashikohet të përfundojnë. E sigurt është që sezoni të nisë në këtë gjendje. Në krahme shëtitore, dhjetra biznese i kanë sy tek sezoni turistik i verës, që këtë vit do të jetë mes kaosit dhe punimeve, gjithmonë kur ato të fillojnë.